Edhe një gjë që më pëlqen këto podcaste, se kujt dihet mund bëj unë. Kështu që po shotis në podcaste je profili ideal kam që mund të mbështesë apo mbështesin edhe çunat në prodhimet. Ky emision mundësohet nga Brunes, Herbadent, Eurolab, Cinco Luxury Club. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Ka disa personazhe që të rreqin shumë vëmendjen, ka disa të tillë që e kanë pasur gjithmonë vëmendjen, ka disa që çfarë nuk do bënin për ta patur vëmendjen, por në një program si ky që synon të sjellë personazhet e momentit, ata që janë mbase më të diskutuarit, më të kërkuarit, emri Erion Braçës nuk kishte si të mungonte. Erion, faleminderit që jemi na. Faleminderit juve. Na ka bërë shumë përshtypje, kemi bërë disa, po themi, mini sondazhe të vogla me kolegë kryesisht apo edhe me njerëz që jetojnë sidomos pjesën e online-it, por disa nga personazhet e momentit. Dhe nuk e di pse kryqëzoheshin propozimet tek emri Erion Braça. Ka ndodhur diçka këto kohët e fundit me popularitetin tënd apo me jo nuk besoj që ka ndodhur ndonjë gjë, përveç faktit që unë jam për herë të parë në Tiranë. Dhe kam qenë për shumë vite me radhë Poliçan, Berat, Kuçov, Urve Jugurore, pastaj në Divjak, në Lushnjë, në Fier. Edhe hera parë është që vinë në Tiranë. Mbase, nuk di. Ju sollën në fakt. Ajo, në qartë, më sollën domethënë. Po mbase them unë domethënë që kjo sjellja u perceptua, akti i sjelljes u perceptua keq. Dhe një pjesë e konsiderueshme e njerëzve morën edhe qëndrim përkundrejt këtij akti. Dhe përfituesi jam unë që u votova. Në krahun tjetër, besoj që ajo që unë bëj në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, po ajo që bëj edhe në territor ka një impakt të vetin tek njerëzit. Mbase njerëzit nuk janë mësuar ende që ta kenë deputetin në Tiranë në lagjen e tyre, ke rrugica e tyre, tek pallati i tyre, tek një shesh që zihet, tek një lulishte, tek një pemë që sharrohet. Kjo gjë bën përshtypje. Ka shumë kurrështi si a dole ti në fakt, ju që të kaloni të sfidën e listës hapur. Ke një përgjigje, një Po me thënë drejtën, unë deputet jam bërë gjithmonë me vota, jo pa vota. Po këtë ishte pavarësisht se është listë e hapur apo listë e mbyllur, unë kam punuar si në sistemin magjoritar, dhe vazhdimisht kam pasur një qasje përkundrejt votuesit që në fund konkludonte me vota. Pra, përvoja ishte, me thënë drejtën unë fushat elektorale di të bëj, dhe sidomos vetëm di ta bëj akoma dhe më mirë, edhe të marrë pozicionin në raport me problematikën që jo thjesht në fushat elektorale, po edhe në ditët para, edhe në ditët pas, dhe vendosin marrëdhënie të drejt me njerëz. Kjo është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ti do realisht ta bësh atë punë, do ta bësh duke vendosur një marrëdhënie personale me njerëz. Kjo nga të tjerë njerëz konsiderohet si e keqja e madhe e ime. Pra duke vendosur një marrëdhënie personale e ke shumë të vështirë të largohesh nga ai territor. Pra ju kur takoni njerëzit, duhet ta kuptoj pak. Ju kur ta mbaroj fjalin. Ose kjo lloj marrëdhënie personale që ti vendos me njerëzit ja bën vështirë udhëzëve të heqin apo të shkulin apo të zhvendosin nga ai territor. Pra është kjo. Po.
Njerëzit Po mirë, janë në rregull. si e krijon të këtë marrëdhënie me njerëzit? Çfarë i thua se ti nuk ke një pozicion, nuk Po ke duke shkuar dhe duke folur me ta. Shikoj, njerëzit jo gjithmonë duan një vend pune. Po. Jo gjithmonë duan Një ndihmë jo gjithmonë duan, ku diun, një gjë personale të tyre. Ka edhe që kanë nevoja personale të cilat ti mund t'i përmbushësh. Fjala bie do një kopësh më të mirë. Ja, këtë kam hasur në Kjo është shumë Tiranë. interesante. Thotë dua një kopësh afër punës, jo afër shtëpisë. Pse? Dal në mëngjes, e lë fëmijën në kopësh dhe kur kthehem e marr prapë. Po. Që Tirana se ofron për gjithë këtë mundësi, që t'jemi, unë tani e kam kuptuar këtë gjë, që Tirana se ofron këtë mundësi për kopshin dhe për shkollën, për të gjithë njerëzit Ja do t'i bëj pak më vonë për këtë. Kështu që kjo është një marrëdhënie që hyn deri në këtë detajin, që është detaj personal, është detaj familjar, po që i ndihmon jashtëmas. Çfarë keni kuptuar ju nga takimet? Ka një gjë që i bashkon këta njerëz? Marrja e shërbimit. Është në mënyrë njerëzit duan shërbim. Shërbime. Pavarësisht nga mosha që kanë, janë të rinj, janë në moshë të mesme apo janë të moshuar, janë burra apo janë gra, kërkojnë shërbim. Kërkojnë shërbim arsimor, kërkojnë shërbim shëndetësor, kërkojnë shërbim infrastrukturor të territorit, të lagjes, kërkojnë ujë, kërkojnë energji elektrike në mënyrë konstante me parametra optimal, që t'i ndizet çdo makineri që kanë në shtëpi dhe kështu me radhë. Pra njerëzit duan shërbime. Është shumë i rëndësishëm shërbimi. Dhe natyrisht shërbimi është një element kyç që lufton shumë fort varfërinë. Po pse ka munguar shërbimi? Pse mungon shërbimi? Tirana, një qytet si Tirana. Shiko, shërbimi mungon për shumë arsye. Po. E para mbi gjitha mungesa që vijnë drejt për drejt nga infrastruktura që e mundson shërbimin. E dyta, që është po kaq e rëndësishme, lidhet shumë qartë me paaftësinë e funksionarëve publik për ta ofruar shërbimin. E treta është korrupsioni. Për ta dhënë atë shërbim, po patjetër dikush kërkon haraç. Kështu që pra ka një përgjegjësi. Po patjetër që ka përgjegjësi. Po se mbetësi ka përgjegjësi e tij. Po jo, nuk është kështu. Okay. A po deshe të mos vendosësh atë marrëdhënie me njerëzit, thuaj që këto vinë nga qielli. Po deshe të vendosësh një marrëdhënie me njerëzit i vërtet. Mos i thuaj atë që ti mendon që ata duan të dëgjojnë nga ty. Jo, thuaj atë që ti mendon vërtet. Kjo është shumë e rëndësishme për vendosje një marrëdhënie personale me njerëzit. Në qoftë se bën ndryshe, po patjetër, edhe ai shkon në shtëpi, flet me të bien, me të birin, me të mëra thë ngjinjor. Keni krijuar një profil që edhe për ne është pak i pazakon, pse? Do thoshte unë jam vetvetja, unë jam ky që jam. Që kur fillua të shfaqeshit se mbas edhe interneti ndikoi këtu, ajo prerja e bukës u bë tërësisht virale, që fliset për bukën, ç'është kjo bukë, hahet kjo bukë. Po i ndodh njerëzve. Pastaj ishte kjo çështja edhe sfundmi me ato velet e rrushit për produktet vendase të tjera me shalqit në herë. Po tani, ju solli nevoja për të krijuar këtë profil të ri të munguar politikanit? Jo nevoja ime. Unë mund të bëja çdo lloj gjë tjetër, mos merresha me bukën, po të thosha që shiko se kjo buka në atë aspekt, kjo buka është produkt i qeverisë son, shiko sa e mirë është, ti më radh, po kush e beson këtë gjë? Domethënë zgjodha të them atë që njerëzit kanë hall, po pse nuk e bëjnë që njerëzit kanë problem. Pse vetëm ti? Ku di unë? Nuk e di. Unë kam vesin që shkoj bëj pazar vet. Pra shkoj vetë në dyqan. Edhe për ushqime, edhe për perime, edhe për bukë. Pra ju i din çmimet. Po patjetër. Se dyshoj që shumë politikanë nuk i din çmimet. Po ja thash dikujt në sallë parlamentit aty që diskutu buxheti, se tha ju s'dini gjë fare. Është njëri që edhe sot bëri një gjë atje. Edhe tha ju s'dini gjë fare aty më aty, thua po më thuaj sa lek bëjnë domate sot. Jo, sigurisht do unë që nuk e din shumica. Po mirë, pra, po domethënë është shumë e rëndësishme që ti kesh me këmbë tokë. Sa lek bëjnë domates? Sa lek bëjnë domates? Kujdo. I do këtu në blok, 2000 lekë kilja. 2000 lekë kilja. Pa, cilësia parë. 2000 lekë kilja, këtu në blok. Është shtrenjtë? Këtu në blok. Tek tregu që është linear, tek shkolla Vasil Çanto e poshtë, gjen edhe 1000, edhe 1200, edhe 1300. Jo varet nga cilësia. Cilësia e mirë është edhe atje, por atje konsumatori po i quaj kështu. Po se kjo është pika që ti e ke studiuar shumë mirë edhe njerëz. Nuk i them dot konsumator, po janë njerëz. Pse është më mirë? Është një kategori që është aq e ka fuqinë blerëse. Dhe ata tregtarët atje i përshtaten asaj këtë. Këtu në blok
Nuk paguan domatën, tu paguan dhe qiran. Pra paguan edhe qiran e ati shitësit që ka marrë 10 metra, 20 metra e aty më ta. I ka marrë 10 metra, 20 metra. Qirat në blok janë shumë të shtrenjta. Dhe unë kur detyrohem të blej domatë, tu blej bashkë me qiran. Nuk blej thjesht produkt. Tani si koncept është i drejtë ky apo kështu funksionon ekonomia? Jo. Si duhet ishte? Jo. Po për një kategori shërbimesh, se edhe ai shërbimesh, Po. pavarësisht se shteti e ka derivuar tek privati, për një kategori shërbimesh, ashtu siç edhe për studentët, ka qira të mbrojtura, që i mbron qeveria. I mbron me subvencion apo i mbron duke mos lejuar kapërcimin e një tavani. E bën Spanja sot. Të gjithë për çmimet po thonë, çmimet. Jo, çmimet jo, çmimet janë janë në varësi të këtyre kostove. Ama të qirave, po do t'i kontrollosh. Se unë nuk arrit ta kuptoj pse duhet të kushtoj 4.000 euro, 5.000 euro metri katror aty. Pse të janë $1, nuk e di më. Jo, pse është tregu ky? Ky nuk është tregu, ky është abuzim. Unë e kam këtë gjë, ti do të shesësh këtu, po urdhëro bujrëm, kaq është. Atëre, këto shërbime, që është buka, që janë perimet, e tjerë me radhë, apo qirat për të rinj, për studentët, tjerë me radhë duhet të mbrohen. Edhe të mbrohen edhe i mbrohen qeveria. A ka shanse që ne në Shqipëri të kemi produkt vendas cilësor dhe të shpërndar masivisht dhe që mos mbytet nga produktet e huaja? Që mos mbytet nga produktet e huaja janë një sër faktorësh. Po që ne kemi prodhim shumë të mirë cilësor në këtë vend, kemi. Këtë herë në Divjak janë mbi 150 hektar sera, fjala bie, që mbrohen me insekte. Pra nuk s'përkatet me asgjë. Insektet han, insektet e dëmshme që dëmtojnë bimën. Pra e konsiderojnë mbrojtje biologjike. Po ky prodhim në 150 hektarë është mos ta lash fare. Shkon në import. Shkon në eksport, se thash import. Shkon në eksport i gjithë. Këtu nuk vjen thuajse asnjë. Pse atje ka çmim. Normalisht ky lloj produkti që prodhohet duke u mbrojtur biologjikisht jashtë vlerësohet shumë më tepër se sa brenda vendit. Pra, prodhohet shumë mirë edhe në Shqipëri. Janë serat për shumë krutje, mazhaj, zhelizhan, toshkës në zonën e Lushnjës, janë serat e rrushit. Po abuzime ka. Që kanë filluar me produktin vonë. Kanë filluar që në korrik dhe do mbarojnë në 10 orë me rrushin. Dhe rrushi që prodhohet atje është në cilësi edhe më mirë se sa ky rrushi italian që vjen këtu. Abuzime po ka më si kudo. Ku nuk ka abuzime? Ku nuk ka abuzime? Pse ti mendon që këta berberët turq që janë këtu në mes të bllokut, atë bojën për të lyer mjekrën e kanë cilësore të gjithë? Po jo, mos pas një jave duket viza këtu, këto janë bërë të bardha, këtej vazhdon të jetë e zezë. Po kudo ka abuzime, nuk është se nuk ndodh që të ketë abuzime, po amplifikohet më shumë tek ushqimi, njëherë prej atyre lodrave kineze që masnin pesticidet, njëherë tjetër se 2 kroat atje ku ne nuk çojmë as 4% prodhimit ton. Ja do të pyes pra. Duan t'i nxjerrin nga tregu produktet tona e kështu me radhë. Kam një kurreshti edhe personale, duhet të ketë shpëtuar në një nga intervistat e tua, si u lidhët ju me politikën? Kush ju tërheqi ju në politik? Po vetëm. Nuk të merr njeri në politik. Nuk gjen politikanë që të marrin, të fusin brenda që ti zësh vendin apo ti vrasësh politikisht, se ka lindur edhe amplifikohet shumë edhe kjo, tash që duhet vrasësh babain politik. Jo, unë nuk kam baba politik. Me thënë drejtën, s'kam ndërmend të vras kënd. Por në politik, në qoftë se ndjen hyn vet. Dyert nuk t'i hap kush, duhet t'i hapësh. Gjej formën ti. Po dikush ka mbështetur, një kryetar partie që ti. Mua më mbështeti forumi rinor i Partisë Socialiste në atë kohë, fresh. Normalisht isha pjesë e asaj strukture dhe gradualisht deri në 96-ën sa u propozova po prap nga forumi rinor i Partisë Socialiste për të qenë kandidat për deputet në Poliçanë, në Berat. Çfarë quhet një politikan? Ka ndryshuar koncepti politikanit. Po, edhe gjatë fushatës dëgjoja. Çfarë është politikan? Dëgjoja kandidat që dilnin thoshin që politika për mua është mision, edhe unë jam misionar në politikë. Jo. Unë mendoj që politikani është shërbyes publik. Nuk është më shumë se sa një shërbyes publik. Nuk ofron, ku diun, furnizim me ujë e tjerë me radhë, po ofron të bërit politikë si shërbim publik. Politika është një shërbim publik.
nuk është një gjë për te shërbim po flas për politikën e mirë, se ka edhe politikë që është shërbim privat. Po them për këtë pjesën që unë mendoj. Unë mendoj që politika është një shërbim i mirëfill publik, edhe që politikani që merret me politikë duhet të jetë një shërbyes publik. Duket sikur ke pak kënaqësi, keni pak kënaqësi me. Jo, domethënë keni ndonjë pak kënaqësi me politikën sot? Një pjesë e politikës e ka kthyer parlamentin fjala bie nga një vend pune në një vend që s'ka lidhje me punën. Domethënë ti nuk punon dot sot në parlament, që tu ulesh, të lexosh, të shkruash, të nënvizosh, të propozosh, të kundërshtosh, të kundërvotosh, të votosh pro etj. Me radhë. Pse? Ti nuk shkon dot në sallën e parlamentit që të flasësh mbi argumentin tënd. Në moment që flet për argumentin tënd ose e budalla, të trajtojnë si të marr, për çfarë po flet ky? Çfarë flamë? Ne po merrem me ajdutliqet, ky vjen flet për Po duket sikur jeni pakicë ju. Argumentin tjetër. Po ky është problemi, që parlamenti nuk është më një vend pune, edhe një vend ku puna që ti bën shkon në favor të njerëzve të zakonshëm të këtij vendi. Jo, domethënë duhet të bësh share dhe këtë e kanë ndihmuar jashtë dhe mediat sociale. Unë mund të dal atje të bëj jo, e kanë ndihmuar mediat sociale në dimension më të keq të mundshëm. Unë mund të dal në rrjetet sociale pse i thash dikujt atje një fjalë pa përshtatshme. Po nuk dal asnjëherë për një argument të qëndësishëm, të mbështetur në prova, në fakte, në llogari, etj. Me radhë, dhe që kanë ndikim të drejtpërdrejtë tek njerëzit. Fjala bie. Në rast se unë i kthehem dikujt atje në sallën e parlamentit, kjo bëhet lajm. Sot, kush ishte lajmi? Erion Braçë përplaset egër me Agron Sheh. Edhe një qytetar normal, i thoshte, "Ore po për çfarë?" Të pyeste, "Ore po për çfarë?" Kush ishte thelbi? Thelbi ishte TVSH-ja e bujqësisë. Dhe unë normalisht e dua vëmendje për TVSH-n e bujqësisë, nuk e dua vëmendjen unë për çaj thash Agron Sheh, i thash aty mbyllë gojën tani, mos ofendo më etj. Me radhë. Pse? Sepse komisioni doli nga konturet e punës që duhet bëhen në shërbim të njerëzve që na kanë çuar atje. Pra, e kanë ndihmuar edhe media sociale, apo rrjetet sociale këtë deformimin që përmerr kuvendi nga vend pune në një vend sheri. Që s'ka asnjë lloj vlerë për njerëz. Si janë marrëdhëniet e tua me të rinjt politikanë sot? Se ju jeni një nga të rinjt e parë Partisë Socialiste që jeni aktiv. Çfarë bëhet me të rinjt sot? Shiko, po unë preferoj që ti trajtoj si veten, mos ti trajtoj në të marrëdhënia ky është, ka 30 vjet atje dhe do japi mend tani. Jo? Kush ma kërkon këshillën, patjetër që ja jap. Këtë verë apo fundin e vjeshtës, pata mundësinë që të flisja me ata që janë kolegët e mi sot në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ai që vijnë për herë të parë. Në kuvend mes tyre ka edhe të rinj. Po preferova që ta ndërtoja gjithçka brenda atyre 2-3 orëve si një marrëdhënie me kolegë, jo si një marrëdhënie. Plus për diçka. Je i vështirë ti, nuk e di pse më duket. I vështirë për të, domethënë, për të gjetur ato telat kur i thon. Dukesh pak natyrë vështirë. Je i vështirë. Kjo përshtypje. Jo, po pyes, domethënë. Jo, s'jam i vështirë. Nuk je i vështirë. Je njëri që komunikon. Po patjetër. Po, edhe unë ngre mure, pa diskutim, po mure për mirëqenien time. Jo mure për të keqen e dikujt atje me ta. Jo ngre mure për mirëqenien time, që do të thotë kur e shoh që marrëdhënia ka marrë fund. Dhe ka marrë fund jo për shkakun tim, po për shkak të një qëllimi që tjetri ka për veten e tij, po patjetër fillon ngrihet muri. Ç'm kam unë pse do merr më? Nuk. E pse duhet të komunikoj me një njerëz që nuk lë gjë pa thënë për mua, pa të drejtë. Se me të drejtë mund të më thot mua në sy, jo këtu mbrapa, mund të më thot përballë. Çfarë ka me mua? Po gjëra pastaj që kalojnë qëllimisht në prishje një marrëdhënie. Çfarë të bezdis më shumë? Për këtë të folura këtu mbrapa, bezdia madhe, shumë. Nëse keni gjë, ma thuaj mua, është shumë e thjeshtë. Mos shko as t'ia thuash atij tjetrit që shiko se ai votoi sot në komision kundër. Si del ai voton kundër në komision, e ka kuptuar ky që nuk është në opozit, po është në pushtet dhe duhet sillet si në pushtet. Çfarë do të thonë opozit?
Po pse më të duash që ta kthesh një situatë caktuar në realitet, apo ta përballësh një propozim me realitetin, e ta mbash një zëvendësministër, një ministër, një qeveri tërë, ta mbash me këmbë në tokë, jo me krah hapur për t'i ikur realitetit, jo për të fluturuar, por për t'i ikur realitetit që nga opozitarizmi. Pse është opozitarizm? Jo, kjo është ti jesh i vërtet, jo neutral, po ti jesh i vërtet. Shumë e rëndësishme kjo gjë. A duket sikur ti sfidon me këtë sjelljen tënde dhe shkakton nuk një lloj është xhelozie në parti? Po jo, nuk është sfidë, nuk është sfidë. Të propozosh barazimin e tatimit mbi vlerën e shtuar në hyrje dhe në dalje, siç e ka importi, dhe për prodhimin vendas nuk është sfidë. Është të luftosh për një gjë që është e drejtë të bëhet kështu. Pse? Sepse ndihmon atë bujkun e vogël atje, prodhuesin e vogël atje, ndihmon dhe konsumatorin. Pyetja është pse zëri yt është disi i veçuar dhe nuk është pjesë e qëndrimit të partisë, po themi, qëndrimit të partisë. Ju jeni një politik. Partia ka qëndrim tjetër, shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Nuk bashkohen dot? Po unë do doja shumë që shikon. Se janë në këtë parti. Shikon. Po. Në nëntor të vitit që shkoi, se njerëzit e di çfarë thonë Erion, kur më larguan nga Divjaka, këtë perceptimin më fal shumë shkurt. Ma Duket sikur ti e bën këtë qëndrimin që mban për çështje nga më të ndryshmet, për t'i treguar gjithë atyre që ju nuk doni të flisni, po e them unë që s'flisni juve. Jo, s'ka lidhje me. Po, domethënë nuk dua të vënë sikleta asnjëri. Domethënë kur unë flas, them atë që mendoj po një herë dhe them me do mos ato që është atje më tan. Është tek njerëzit, është tek territori e kështu me radhë. Ka që anat e mojnë edhe këtë gjë, ti po tribuni popullor, ti i vdiqe për popullin e tjerë me radhë. Mendimi tyre, nuk më intereson më. Jam mësuar tani që të fshij ca gjëra, edhe mos i zgjoj fare. Por po them, e para nuk duhet i vëj njerëzit në vështirësi. Janë propozimi im. Po deshe votoje, po deshe mos e votoje, nuk mbaj qëndrim përkundër dikujt që nuk e voton këtë gjë. Po nisa ta them që në nëntor të vitit që shkoj, kur më thanë tani boll mbushe kupën dhe ikësh nga Divjaka, e tjerë me radhe, vetëm e gjë që kërkova, isha ajo për cilën kisha 4 vite gjysmë që bëja betejë. Ishte barazimin tatimi vlerën e shtuar për buqit, jo për mua. Unë s'kam as tokë, nuk prodhoj, nuk kam ser, nuk prodhoj, nuk kam kompani grumbullimi, përpunimi, tjerë me radhe. Nuk kam asgjë të këtij lloji. Për më tepër që të vjem në dispozicion të këtyre njerëzve, është gjë më e mirë mundshme. Unë mos vjem në dispozicion të çdo biznesi ndërtimi, po në dispozicion të bujqve do vijesh dhe kërkova vetëm këtë. Si kompensim për largimin e padrejtë nga Divjaka. Mu dha fjala, mu tha se do ta bëj unë këtë gjë. Dhe ja ku jemi, është muaji nëntor i një viti më pas. Dhe kjo gjë ajo që s'është bërë, po refuzohet të bëhet aty më tan. Tani, kur ndodh kjo gjëja, po patjetër që ngrihet ai muri. Po. Si janë marrëdhëniet e tua sot me kryeministin Rama? Po ku ti intereson kjo? Po jo më. Ç'i interesojnë kjo njerëz? Si intereson? Ja. Fare? S'besoj fare. Si që kanë keq më duket. Si? Që kanë keq. Jo keq janë, po unë jam shumë rehat kështu siç jam. Po. Me thënë drejtë. Jam shumë rehat. Jo, nuk komunikoni fare. Nuk komunikoni, nuk ka, apo s'ka pse të ketë komunikim. Po jo, më ka komunikim për atë gjë që lidhet me punën. Ky është një emision me tensionur, nuk është një intervistë politik. Ka komunikim për atë gjë që lidhet me punën. Për gjë tjetër s'ka pse të ketë komunikim. Unë pasionet e mia i ndjek vetë, s'kam nevojë për kolektiv. Keni patur përplasje në kohët e fundit? Kemi mendime ndryshme, po patjetër. Po patjetër që kemi mendime ndryshme për shumë gjëra. Përfshi edhe këto për cilat po flasim, edhe për bujqësinë, edhe për ekonominë në tërësi, edhe për ligjet me natyrë fiskale, po kemi qëndrime të ndryshme, po patjetër për çështje që lidhen me kushtetutën, kushtetutshmërinë, veprimet e institucioneve në raport me kushtetutën dhe kushtetutshmërinë, po patjetër që kemi mendime të ndryshme. Është normale kjo. Domethënë unë mendoj që është normale. Po pra, duhet të kuptoj optikën. Jo, në Shqipëri nuk është normale. Base ka nuk besoj që ka shumë guxim në base ka njerëz që thonë që po çfarë ky sfid po na bën tani. Që thotë këtë gjë këtu më tan. Ka dhe nga këta. Po ti e di atëherë çfarë thonë. A ke pas ke dëgjuar çfarë thonë? Unë dëgjoj çdo gjë që më intereson. A është Edi Rama lideri më i mirë ka patur e majta në Shqipëri?
më fitues, po. Po më i mirë kush ka qenë? Varet, është relative shumë. Kjo gjë. Ke miq në Partinë Socialiste? Plot. Të Po mos vjetër. kisha miq nuk votosha. Patjetër, po domethënë miq që bëhen të rinj apo kryesisht miq të Jo, vjetër? kam pasur miq. Kemi qenë një grup ne, me thënë grup, jo grup në Po. kuptimin e grupit. Kush është ky Brenda grupi? Partisë Socialiste, po që Nuk nga e zbulon 91 grupin. këtej. Ja për shembull, Po. ishim në festën e pavarësisë Po. dhe isha në krah me profesor Anastas Angeli. Po. E njoh që nga shkolla në 90-ën, pastaj në 91-shin e njoh në parti, Po që pastaj s'është në politik. 96-ën në kuvend. Jo, kemi qenë bashkë në Mirë, kuvend. okay, po, e di. Me radhë, ai ishte në qeveri, pastaj unë isha në kuvend, pastaj ishim në opozitë, pastaj erdhëm prapë në pushtet, pastaj ai u bë më deputet, unë vazhdoj të jem deputet, po jemi miq. Kështu ka qenë profesor Luana Elraga, një tjetër mik, po për fat keq u nda nga jeta. Kështu ka qenë Bashkim Fino, një tjetër mik, shumë i rëndësishëm i imi, edhe i gjithë rrugtimit tim, edhe ai i ndarë nga jeta. Pra kemi qenë një grup mish, domethënë brenda Partisë Socialiste ishim më të ngushtë se sa me pjesën tjetër. Po edhe me pjesën tjetër unë s'është se kam pas një. Duket sikur sot s'kam miqësi, edhe në përgjithësi edhe në jetë, duket sikur njerëzit janë larguar, po më intereson marrëdhënia me politikën, me qenë se unë një njeri i politikës. Sikur ka një luftë që s'është as luftë, siç është një marrëdhënie, nuk e di në këndvështrimin tënd. Si është sot kjo? Se ka një specifik veçantë kjo Shqipëria që nuk e sheh në asnjë vend tjetër. Po se ç'e bën një gjë të veçantë që nuk është as luftë e mirëfill politike, por nuk Po është. pse Merkeli me Helmut Kohlin si ishte? Po ky që është presidenti i Francës me atë që ishte para këtij, se më vjen emra tani. Tani shkove në bërë ca krahasime, po. Po Megjithatë. domethënë politika e tillë është, vjen një moment që patjetër që del dikush që të kërkojë karrigën e tjetrit. E tillë është. Dhe në një moment të tillë është shumë e vështirë të kuptosh nevojën politike që ka jo individi, po nevojën politike që Vendi. ka subjekti. Në radhë parë, Po. sepse nga subjekti del dhe pastaj nevojën politike që ka vendi. Për shembull, në atë partinë që është përballë nesh, akoma se kanë kuptuar nevojën politike që ka ai subjekti, po që ka edhe vendi për një ndryshim të fortë, të thellë kështu me radhë. Do vi koha që Se kanë kuptuar, po s'duan të jo, thonë. se kanë kuptuar dhe se pranojnë. Kështu mund të ndodhi dhe me ne nesër, mund vi nevoja për pasur edhe ne një ndryshim. Por kjo partia ku unë jam ka kuptuar një gjë, që në qoftë se s'ndryshon veten, pra nuk rishpik veten, do dalë një forcë tjetër që do marrë vëmendjen e njerëzve, do marrë dhe votën e njerëzve. Prandaj në këtë partinë time ndryshimi është ndodh pak më shpejt, edhe më shpesh. Edhe i gjeneratave brenda, edhe i njerëzve. Ke kohë për veten ora? Po plot, po Plot? duhesh të gjem vetëm çosh në orën 5 mëngjesit, del në 5 në mëngjesit, pyll. kam parë që bën ecje të gjata, është e vërtet? Del në Po. pyll. Patjetër që ke kohë për veten në çdo moment. Zgjohesh çdo ditë në 5, në 5 e 5 gjysmë e 6. çerek maksimumi. 5 e çerek. 5 e çerek maksimum, sa bëjmë gati. 5 e 5 e çerek. gjysmë 6 pa çerek jam në verë në orën 5 jam në pyll. Tani është çik më ndryshe. Dhe 6 kur pa e çerek. mbyll ditën? 6 unë e mbyll ditën 10 e gjysmë 11. 10 e gjysmë 11. Dhe mund të shkoj Njeriu pak ideal. është pak mund të shkoj pak më tutje në qoftë se Barcelona luan në atë orar, në qoftë se Juventus luan në atë orar, Këto janë përjashtimet. dhe në qoftë se siç është sot fjala Ose bie, Partizan, Liverpool jo, nuk ka ndeshje Partizani mirë, për mirë, te po, orës. shaka. Po Liverpool siç është sot Po. fjala bie që luan në orën 9:03 dhe duhet të mbarojë Po, diku ja. në 11:03, po kjo është toleranca që ndodh. Ndjesh me energji, si e ke raportin? Domethënë përpiqesh ti ruash, ti menaxhon mirë se edhe koha që kalon, gjithë ti. Eksakt. Se ju jeni njëri aktiv, po mundohem si është kjo sfida? mundohem ti unë jam ekonomist, ti ekonomizoj, Po. më mirë me thonë. Duke i lënë, është e domosdoshme ajo ecja në mëngjes. Në qoftë se s'bëhet në mëngjes, diku gjatë ditës do ta bësh me se s'bën. Në qoftë se puna nuk të lejon gjatë ditës, po patjetër do shfrytëzosh Ban atë pjesë të kohës që i kushton territorit
do t'i bësh hapat me se s'bën. Ke Po do t'i bësh në territor, nuk i bën në pyll, do t'i bësh këtu në territor. Po tani Nuk ne ka kur që të njerëz. ndjekim, të shohim ku shkon gjatë ditës, gjithë lëvizja se Ah, për janë fat hapa edhe. ato. Po këtë si e mësove këtë, si e Janë mësove. hapa. Të qasjen me po themi filmimet me Vetë, ajo Jo, është vetë. domethënë ka diçka shumë Po, organike. Drin, unë kam bërë gazetarin për shumë vite. Po, e di. Edhe e kjo mbaj. është brenda profilit. Në atë kohë unë se kisha mundësinë, po kisha lapsin, Po kisha ta bllokin. fascinon kjo Erion, domethënë se ti me një klik, me një video e çon mesazhin kudo. Është një gjë që Tani është kthyer në objekt pune. po, E gjithë gjëja, për shembull kur unë po është dhe rrezikshme. pse Në kuptimin që me mesazhet që ti përçon, jo për ty, po po them në përgjithësi media kanë fjalën online, është bërë pak edhe ka ato anët e errta edhe të varet se si e përdor. Ana e errët është ajo që thash, që i mshon një konflikti banal aty në Komision Ekonomisë, si më mshon, unë kisha sot 5 ligje dhe kam bërë mbi duhet jenë mbi 50-55 amendamente. Pash media në tradicionale dhe në asnjë prej medias nuk ishte, tradicionale. po se nuk e lexon njëri atë. Nuk ishin këto. Nuk ishin këto. Ishte ky sheri 30 sekonda me atë tipin atje. Po. Më thënë që po e përdoren në këtë mënyrë, është e dëmshme. Po ama, në qoftë se unë sot jam me, ku diun shkon muaj me 7 milion shikime në Instagram, 7 milion. po pjesa më e madhe tyre nuk janë me shere. Janë problematika që janë Dëgjoj. drejt për drejt shqetësimi njerëzve. Po influencer mund t'isha bërë për shkakun. Se di, ku diun, domethënë se duhet me gjetë këndin edhe për çfarë Po. influencon. Duhet me gjetë këndin. Unë se bëj dot këtë influencerin për kostumin, Po, për po, mishën, për Po jo, ti kollaren, mund të flasësh për një e, libër, ku për diun. një studim, për një Po, për libra e bëj. po. Libri i Te ky fundit. është influencer i vërtet. Shiko, ishte 28 dhe 29 nëntori tani. Po. Dhe nuk e di pse se bëra, Po. edhe nuk e di pse kam përshtypjen që e bëra dhe se postova. Po për 28 dhe 29 nëntor mund të kishin bler të gjithë njerëzit mund t'i ndikoja Po, të po, blinin njerëzit librat e ca shkrimtarëve, disa shkrimtarëve të rinj Kjo ishte ide shqiptar. fantastike. Shqiptar. Edhe që shkruajnë Po. shkruajnë në shqip, po shkruajnë edhe në gjuhë tuaj. Dhe që janë shumë vlerësuar jashtë, po duhet bënd vlerësuar edhe brenda. Dhe që kanë libra të mirë. Për shembull, libri i Lea Ypit, të poshtruar, Po. është një libër që sa është histori dashurie, aty unë kështu e mendoj, ajo mendon Po, ndryshe. po. Se e ndjek se çfarë thot për librin e vet, po unë mendoj që ishte një histori dashurie shumë e madhe edhe për vendin, po edhe për tjetrin, që bëhet bashkëtarë i jetës tënde, Po. e shumë e radha apo i mbesës për gjyshen. Po. Po kjo është e bukur e librave të Leas, që hapin gjithmonë këtë debatën, siç do edhe me librin e parë, Po pra, të lirë, po ka shkruar Ledia Gjoga, po ka shkruar Mira Kazhani, po ka shkruar Ornella Vorpsi prap. Dhe që ishin të gjitha që mund t'i kishte sugjeruar. libra, po Ani Wilms kishte shkruar. Po pra janë ca gra që po i vinë Shqipërisë në një moment si ky dhe që japin një dimension tjetër me librat e tyre. Pyetje, po. Dhe që duhen lexuar me domos. Që e pash Apo edhe influencer për një pyetje që më kapi syri edhe në një koment, nuk e të lexoja komentet, janë shumë të veçanta disa aksesorë që mban në duar, në përgjithësi. Po, jo, edhe Nëse kam dëgjuar njërin në televizor që tha e ka vajtur i ka marrë ke një fallxhore. Tha dhe i mban ato një fallxhore. Dhe ky ishte emision politik dhe kjo ishte analizë politike. nuk kam dëgjuar. Është pa imagjinu, unë se Jo, unë ndjek kam fash kushte me personale, se unë jam vetë Po njëri që ma quan, më tha na shikoj çfarë po thot për unazat e tua. Jo, unazat e mia janë gjëra shumë thjeshtë, janë gur edhe bakër. është një gjë që Po, e më pëlqen. kultivon, është e bukur. Më pëlqen. Ke një pasion disa ose dy që ti vërtet thua Drino, unë ika më lër, këtu do të jetoj me këtë gjë time, më pëlqen. Se sporti dakord, është futbolli, besoj është një nëse Po mund ta shiko, quajmë- lidhet edhe me mundësit. Lidhet edhe me mundësit, sepse një pasion, shiko, të prodhosh është vërtet pasion, të prodhosh. Ata buqit atje, për te fakti që ato e kanë ekonominë e tyre, edhe... Sa i do këta bujqit, marë, zhuki nëzore dhe të bëjnë punën më të vështirë, pas Jo, po, minatorit. se pa ata nuk do kishte kuptim, Pas po. minatorit ata bëjnë punën më të vështirë. Jam shumë Dhe, 100% dakord. dhe
kujdesen për shëndetin e gjithëve, pse s'prodhojnë ushqim. Thelbi i shëndetit mirë është ushqim. Është ajo. Pa ushqim, ose po shkove tek ushqimet ultra të procesuara, e ke zgjedh vetë krevatin ke spitali. Kështu që është shumë e rëndësishme, prandaj I dua shumë ata njerëz. Po them, është edhe pasioni e jetë. Ta shikosh bimën si rritet, frutin se si del, fillon bëhet nga lule, kthehet bëhet në domate shumë rradh. Po të shikosh se si bleta e futur brenda Ajo bletë është një there. tjetër E bën prodhimin filozofi. jo vetëm natyral, po e bën prodhimin edhe më të shëndetshëm. Unë ekonominë e bletës e kam mësuar atje, brenda serës. Nuk e kisha ditur kur. Edhe që funksionon si një mbretëri shumë organizuar, Domethënë, çështja e bletëve është shumë interesante. është një ekonomi e mirë fillt, dhe sidomos bleta që futet brenda sera për të bërë pjalmimin e luleve. Domethënë është një gjë që edhe nga pikpamja ekonomike vlen shumë tepër se sa të gjitha pesticidet që ne marrim për t'i spërkatur. Pra është një ekonomi shumë e mirë. Dhe kjo është pasion. Po, a kam mundësi ta zhvilloj të pasionin tim? Do kishte dashur një fermë tënde? Eksakt, këtë desha të thoja. Unë nuk kam tokë, nuk kam se pa tokë nuk bëhet. Pavarësisht se është pjellore e Kishin toka ardhur apo gjithë s'është. te ferma e Arion Baraçës. Po jo. Po pse? Kjo po ai thash, unë domethënë mund të prodhosh për të bërë lek, po mund të prodhosh edhe për pasionin tënd. Kam një pyetje që a keti një përgjigje për disa pika kryesore si mund të përmirësohet bujqësia? Po, jo, dëgjoj, ta kërkoj shumisisht që mos të kalojmë në një elaborim shumë të gjatë. Po disa pika kryesore që mund të shkurt edhe thjesht. Bujqësia kërkon para. Toka që të prodhoj duhet I hedhësh. Në qoftë se nuk I hodhe, pra nuk shpenzove për të, barë bën tokën. Po barë për një shtëpi që ka një obor, po për dikë që do të ushqehet, natyrisht bari nuk mjafton. Ka në Këmishtaj që e kanë bërë prodhimin e barit, e kanë bërë biznes. Dhe është një burr I vjetër që ka ndikuar për atje, që të merren eksaktësisht me këtë gjë. Është shtëpia barit. Po. Shtëpia barit shumë. Ai është qilimi I Blert, është biznes I vjetër. Është quhet qilimi I Blert që edhe barin e ka kthyer në ekonomi. Por po them, tokës duhet I hedhësh. Okej. Po nuk hidhen parat në tym. Për çfarë duhet I shpenzosh parat? Për bujqësinë e mirë, bujqësinë biologjike, bujqësinë natyrale. Pra, sakto parat dhe përsakto dhe mënyrën se ku do t'i çosh ato para. Dhe çfarë do marrësh si produkt në fund? Po bëre kaq. Në bujqësia në rregull. Dhe bujqësia fillon dhe rritet. Dhe t'jep edhe rendiment, t'jep edhe cilësi. Dy elementë shumë të rëndësishëm nëse do ta bësh bujqësinë ekonomike. Po BE-ja na ka dhënë sugjerime të qarta për këtë zhvillim në bujqësisë, po pse nuk aplikojmë ato që na jep? Shiko, unë jam I zhgënjur pafund nga BE-ja nga viti që shkoi. Kur në një moment kritik ju lëshua ose çdoi në vendimarrje. Vjeti ishte afati 10 vjeçar fundor I disa produkteve që ndikojnë në bujqësinë intensive, që janë pesticide, plera kimike kështu me radhë, ishte afati I fundit. Pra mbaronte, ose do rinovoj, ose do ndalonte aty. BE-ja kishte një agent shumë të qartë të gjelbër. Për shkak të atyre sprucimeve në për Bruxelles të fermerëve etj me radhë që nga fermët e lopëve vajten atje dhe sprucuan gjithë Bruxellesin, BE-ja u tërhoq. Kështu që rekomandimet e BE-s në këtë aspekt, me thënë drejtën, kanë devijuar për shkak nevojave politike brenda vendeve antare. Pra unë kam nevojë që mos t'i kem fermerët në rrugë, po kam nevojë t'i kem tek toka. Ç'do bëj? Do çdoj nga agjenda e gjelbër për të shkuar tek agjenda prapë plerave kimike apo pesticideve shumë e rrallë. Në këtë moment do dohet ishe pra një njeri vendimarrës për çështën e bujqësisë? Pse jo? Po vendimarrës janë. Jo, vendimarrës për të marrë vendime se vendimarrës janë. Vendime orientuese politike për ta zhvilluar më shumë. Tashi, në qoftë se po më pyet a do të ishe ministër bujqësie, do them po prapë jo. Po. A do të ndikosh në politikat bujqësore? Po. Po. Po patjetër.
Po pra, po mos është pak kjo pozicioni që ke për ndikuar. Eksakt, sepse në rast se e te kaloj përgjigjen që dhash, do bie ke historia. Ky sfidon se do të bëhet ministër. Jo, nuk dua. Jo, nuk po kërkoj ato lajmen se më thënë drejtën. Jo, nuk është ky formati, po thjesht jam Jo, kurioz. nuk dua. Jo. Pamundësi. Jo, po i kthej përgjigje atij perceptimit që unë e kam dëgjuar, patjetër. Siç e keni dëgjuar ju, e kam dëgjuar unë që ky provokon, ky sfidon sepse do të bëhet vetë. Jo, nuk dua të bëhem vetë, fare. Zero. Dua që dikush që merr besimin Po pse kryeministri nuk do të bëhesh ti? Çfarë? Kryeministri. Ja, e kam dhënë këtë përgjigje. Jam Po i jo, shkurtër. Jam i shkurtër për të bërë kryeministër. Kështu që e kam dhënë këtë përgjigje. Nuk besoj që e ke seriozisht. E kam shumë seriozisht edhe këtë gjë. Megjithatë nuk më dhe një përgjigje tjetër për se është një format pak më i çlirët, për një tjetër pasion tënd, veç kësaj çështje të bujqësisë. Po të lexuarit është një pasion. Edhe po lexoj vazhdimisht sepse ndase do më duhet të shkruaj. Pas 30 vjetësh është akumuluar një informacion, është një pas 30 vjetësh të marrurit me këtë punë, është grumbulluar një informacion, unë jam njeri që mbaj ditar. Është grumbulluar një informacion pas kemi një libër në horizont. Shumë i madh. Ja, po e mendoj. Po dua të kuptoj se si shkruhet një libër. Deri tani e ke lexuar Bembushin? Kam lexuar. Jo, librin e fundit jo. Nuk kam marrë akoma se janë këto gratë në radhë. Po nga shkrimtarë pasi të mbaroj këto gratë në radhë do kaloj të lexoj ato. Jo, këto gratë dua t'i lexoj. Jo, ishte libër goxha e komentuar. Shiko, janë gra që unë besoj duhet ndikojnë opinionin publik në këtë vend. Thash, luftën antifashiste nacionale shqiptare mund ta mendosh si duash, por nga këndvështrimi i Lea Ypit është një dimension komplet tjetër. Fjala bie. Kështu më radh, dua t'i lexoj të gjitha. Shëndetësinë mund ta kuptosh edhe nga buxheti i shtetit, ëh. Mund ta kuptosh edhe nga shërbimi shëndetësor që ti merr, po ta kuptosh nga libri i Mira Kazhanit është një dimension komplet tjetër. Kështu që janë këto gratë në radhë. Pastaj patjetër. Po libri juaj për çfarë do ishte, po ishte ditar? Libri im patjetër që do jetë për atë që kam jetuar. Nuk mund të jetë për një gjë që kam jetuar, apo edhe se si e mendoj unë. Se si mendoj unë ngjarjet. Kam edhe unë një këndvështrim timin për të gjitha ngjarjet që kam jetuar nga viti 1991 këtej. Ka disa dëshmi. Foto që qarkullojnë në rrjetet sociale që do të ngacmoja pak, por para tyre një falënderim shumë shkurtër për ata që na emocionojnë këtë program dhe që janë Herbadent, kompania e cila është specializuar në shëndetin oral me eksperiencë të gjatë tashmë edhe në Shqipëri për klubin e jetës natës 5, që gjithashtu ka një eksperiencë gjatë dhe që do sjell DJ-t më të mirë për Brunës, kompani që gjithashtu na ndihmon, na jep një mbështetje të veçantë që duhet falenderuar, dhe së fundi një kompani që Erioni nuk e pi alkoolin, por ne kemi mik të emisionit, Turli Sarona dhe Orolabo. Faleminderit të gjithëve. Tani jam shumë kurioz se këto janë ca foto që nuk e di, ne kemi zgjedhur, janë shumë të klikuara, por nuk e dim tani nëse janë të vërteta. Ja, kjo është mirë. Për shembull, po, domethënë e respektoj këtë bluzën, por patjetër por nuk mund ta vesh. E respektoj, patjetër. Po pse jo? Si pse jo? Po sepse unë jam tifoz me Partizan. Me Partizan. Nuk mund të ndahet. Po mund ta kishe veshur për një arsye specifike? Jo. Nuk ndodh. Jo, për kush është arsye specifike? Po ku di unë, nuk e di për ndonjë. Nuk është pa vërtet, ëh? As në mod nuk është. Mund të vishja një blu të errët, po këtë me viza e kështu jo. Po nga skuadrat jashtë e huaj pra, po bënin. Patjetër me viza, po të bardhë dhe të zezë. Patjetër është lidhet edhe me karakterin. Nganjëherë është karakteri që udhëheq edhe në zgjedhjet që bën. Me radhë më duket se keni të njëjtën skuadër, mbështesin të njëjtën skuadër? Po mbase edhe mund të jetë. Për PS-n po thua. Po. Jo, PS-n kemi për bashkë. Për skuadrën italiane, në Serie A kë nga skuadra mbështet? Po këtë se di, se unë s'kam mbështetur ekip tjetër veç Juventusit. Nuk e di, zotria kam mbështetur në një ekip tjetër apo më përpara. Ashtë ai tifoz. Unë kam vështirë këtë. Ashtë Ramo me Juventusin. Tani? Po. Ose deri para pak po, kaq. Po. Tani se di. Mirë. Shikojmë edhe një foto tjetër të ëndën.
Edhe ky është mim, po po mund t'ishte edhe vërtet? Mund t'ishte vërtet fare. E kam bërë unë këtë, se shkoj hynë biles një herë në një parcelë atje, kapa ca nga lushnja që kishin ardhur për plazh në Divjak dhe po ktheheshin dhe i kishin hyrë parcelës edhe po e them po merrnin. Po. Nuk po them siç ishte realisht, Në qartë. po them po merrnin. Po merrnin. Shalqi dhe ndalova i thash, ore, ç'a bën? Po blihet pak. S'ke pse e merr. Se ai tjetri me kosto modeste. ka mund edhe sakrifica ai tjetri që e ka bërë. Ku është Shalqini më i mirë në Shqipëri? Në Divjak. Divjak. Po pse është më i Shiko, mirë? janë dy zona. Në Divjak po është toka. Domethënë toka është rënore në Divjak, nuk është e fortë që është në pjesë tjetër të territorit. Dhe e dyta është ujë, dielli po e tjerë me radhë. Po një tjetër zonë që është ngjitur me Divjakën në Sulzotaj, që bën Shalqi shumë të mirë. Dhe pastaj është pjesa e Imshtës, në krahun tjetër përballë, Buz Lumit. Edhe aty për tokën, është prapë element tokë. Po, sepse është tokë që është krijuar nga aluvionet e lumit Sama. Dhe një foto tjetër kam përshtypjen e kemi? Ha? Është për sporte. Ja, ti se bëj dot. Nuk. Jo, më mirë me këm tokë. Aq më tepër me atë personazhin. Apo jo, me atë mund të ishte. Po kam përshtypjen që edhe ai se bën dot këtë gjë. Po pra. Po jo. Është shumë lartësi, ëh? Nuk e bën dot, është shumë lart. I mjafton lartësia që ka vë. Kurse mjafton ajo lartësi, s'besoj që do ta bënte këtë gjë. Me avion po e bën. Ke fare me këto sportet ekstreme? Ai sport ekstreme, domethënë një formë adrenaline. Kam shkuar deri tek biçikleta. Po biçikletën e përdor vazhdimisht në park ku nuk bëj ecje. Është edhe më intensive si aktivitet fizik. Është edhe më intensive dhe bën më shumë kilometra në njësi kohë. Pra kur s'ke kohë merr biçikletën. Dhe meqense jemi thuajse në ditët e fundit të vitit dhe Erion, kam përshtypjen që nga çdo gjë mbi zotron ajo familja e ngushtë. Po. Kam përshtypjen që ta mbyllim me një koment tëndin për ata njerëz të tu më të ngushtë të zemrës. Cilat do familja jote, cilat janë njerëzit tu më të afërt? Për familja ime. Po. Familja ime, domethënë prindrit e mi, prindrit e bashortës, bashortja, vajza ime, edhe pastaj është motra ime dhe fëmijët e saj. Një familje që organizoheni, që mblidheni? Unë për vitëri, për Krishtinë për vitëri, nuk jam jashtë Shqipëria asnjëherë, sepse mblidhem. E pra kaloni bashkë. Marr prindrit, patjetër në shtëpinë time. Edhe të mitë edhe të bashortës dhe viti i ri kalon gjithmonë në këtë mënyrë. Kështu që unë s'lëviz jashtë. Biles nuk lëviz jashtë Tiranës, jo. Biles nuk lëviz jashtë shtëpisë time. Po edhe vajza rri me ju? Nuk do të dalim? Jo. Apo. Është me ne dhe pastaj po patjetër që lëviz. Ke një marrëdhënie të hapur, të Po si çdo prind. Si çdo prind. Po si çdo prind. Nuk është ndonjë çudi. Domethënë kjo gjëja si çdo prind, po patjetër. Kam atë marrëdhënie. Shumë faleminderit Erion. Faleminderit juve. Nuk di sa ju përgjigja, po. Ju përgjigjesh shumë. Po, jo, edhe një gjë që çem këto podcast, se ku diet nuk bëjmë. Late night and blonde, dreamy in the city, when Tirana doesn't sleep. Late night and blonde, late night and blonde. Ky emision mundësohet nga Brunes, Herba Dent, Eurolab, Cinco Luxury Club.